Tragjedia që tronditi Shqipërinë zbulon një të vërtet të hidhur, nuk është aksident, por krim kolektiv, nga shoferit e sistemi, nga politikat e heshtja jonë që po bëret çdo ditë siguri në rrugë. Ku t'i çojmë fëmijët në një vend ku rruga nuk është më rrugë, por rrezik? Ku trotuari nuk është më hapësirë sigurie, por një vije holl mes jetës dhe vdekjes? Tragjedia që mori jetën e 2 fëmijëve nuk është aksident, është një gjëm kombëtare, është një akt terrorist ku një makinë në duart e një drejtuesi të papërgjegjshëm kthehet në armë. Por të ndalesh vetëm te shoferi ishte lehtë, e vërteta është më e rëndë. Ky është një krim që ka shumë autor. Sepse krimi nuk e bëri ai që kishte timonin. Krimi është planifikuar shumë herët. Ai nis me mënyrën si kemi ndërtuar qytetet tona, cep më cep beton, ndërtime pa plan, biznese që pushtojnë hapësirat publike, trotuar të zhdukur, rrugë pa sinjalistik dhe pa kontroll. Një urbanizim i egër i diktuar nga fitimi i shpejt dhe jo nga cilësia e jetës. Qytete të ndërtuar mbi lakmin, jo mbi sigurinë, mbi xhepin, jo mbi jetën. Në këto kushte, çdo fëmijë që del nga shtëpia është i ekspozuar ndaj një rreziku të përhershëm. Dhe zinxhiri i përgjegjësisë është i qartë. Nga arkitektët që projektojnë pa menduar për njeriun, tek ata që japin leje ndërtimi pa standarde, te institucionet që mbyllin syt përballë shkeljeve, te policia që shpesh nuk identifikon dhe nuk ndëshkon në kohë shkelësit. Dhe në fund te individi që zgjedh të hip në timon i dehur dhe me shpejtësi, duke rrezikuar jetën e të tjerëve. Ky nuk është një dështim i izoluar, është një sistem i prishur që ka lejuar këtë realitet të bëhet normalitet. Por tragjedia nuk mbaron këtu. Ajo vazhdon dhe në mënyrën si reagojmë ndaj saj, në vend që të ndalemi, të heshtim dhe të reflektojmë, e të lëmë kohë familjes dhe të afërmve të pikëllohen dhe të bajtojnë, ne nxitojmë ta kthejmë dhimbjen në debat politik. Etiketime, akuza i përkëdhelur i partisë e të tjera si këto, të dizenjuara për luftë dhe diversion politik në përkëmbin çdo traditë shqiptare dhe ndjenjë njerëzore. Por edhe media, si në këtë rast apo raste të tjera të ngjashme, nuk e kontrollon dot veten, por sillet si një kanibal, duke shpërndar pamje të rënda për klikime, duke kapitalizuar mbi dhimbjen njerëzore si hiena dhe shkaba. Kjo nuk është informim, kjo është humbje e ndjeshmërisë dhe etikës. Dhe pastaj vjen pyetja më e vështirë, po ne të tjerët, ku jemi? Pse heshtim? Pse nuk reagojmë kur shohim shkelje? Pse nuk kërkojmë llogari? Pse nuk ndërtojmë një kulturë rezistence qytetare? Heshtja jonë është pjesë e problemit, sepse kur shoqëria pranon gjithçka bëhet e lejueshme. Këta fëmijë nuk i vrau vetëm një shofer, i vrau një sistem i tërë pa përgjegjshmërie. I vrau një qytet që nuk është ndërtuar për të jetuar, por për të përfituar. I vrau mungesa e kontrollit, mungesa e ligjit, mungesa e reagimit. I vrau dhe heshtja jonë kolektive. Nëse nuk ndalemi sot për të reflektuar, nesër do të jetë vonë dhe tragjedi të tilla kanë tendencën të përsëriten.